Më 27 shtator 2002 një përmbytje preku banorët pranë liçenit artificial të Tiranës pas hapjes të një porte shkarkuese të digës. Dëmet ishin të mëdha, por siguria e digës mbeti e paprekur. Diga, ndërtuar në vitin 1957 për vaditje, sot ndodhet pranë një zonë me mbi 40.000 banor, duke kthyer në një rrezik potencial në rast dëmtimi. Në vitin 2016, kryebashkiaku Revelia i kundërshtoi ndërtimin e një pallati pranë digës duke cilësuar të rrezikshëm. Megjithatë, pallati u ndërtua. Në vitin 2024, një tjetër kompleks u miratua nga Këshilli Kombëtar i Territorit me Edi Ramën në krye, pavarësisht paralajmërimeve nga institucionet. Diga liçeni nuk ka sistem të nevojshëm të monitorimit, sot nivelet e ujit maten manualisht me një doras të vizuar. Ekspertët theksojnë nevojën për një sistem alarmi, monitorim sismik, kontroll hidraulik dhe mbikëqyrje të ujrave nëntoksore, të gjitha të munguara. Nga 626 diga në Shqipëri, 410 paraqesin probleme serioze, ndërsa kapaciteti ujor i rezervuarve është reduktuar me 45%. Një problem tjetër është mbjedhja e pemëve mbi digë, të cilat përmes rënjeve dëmtojnë strukturën e saj. Ekspertët paralajmërojnë për rrezikun e shkryftimit të tokës dhe pasojat afatgjat. Siguria e digës nuk është vetëm çështje teknike, por emergjencë publike. Në një qytet që zjarrohet pa kriter dhe kundërtimet marrin përparësi mbi sigurinë, rreziku i një katastrofe nuk është hipotezë, por çështje kohe. Ato të merren masat e nevojshme për të shmangur një tragjedi të paralajmëruar, kjo ngelet për të parë.